Kongo shkruan historinë duke barazuar 1-1 kundër Portugalisë së Ronaldos. Ky rezultat mund të konsiderohet si një nga surprizat më të mëdha të turneut deri tani. Portugalia nisi ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme. Vetëm në minutën e 6 Joao Neves kaloi Portugalin në avantazh me një goditje me kokë pas një aksioni të ndërtuar bukur. Dukej se Portugalia do ta kontrollonte ndeshjen pa shumë vështirësi, por gjërat morën një rrjedhë tjetër. Kongo nuk u dorëzua dhe gradualisht filloi të krijonte besim. Ekipi afrikan krijoi disa momente të rrezikshme dhe u shpërblye në fund të pjesës së parë, ku Visa shënoi golin e barazimit me kokë. Goli erdhi në momentin më të mirë të mundshëm për kongolezët, i cili ndryshoi rrjedhën e takimit. Në pjesën e dytë Portugalia u përpoq të rikthente epërsin, por nuk arriti të krijonte raste të pastra. Një gol i Joao Cancelos u anulluar për pozicioni jashtëloje, ndërsa Cristiano Ronaldo humbi dy mundësi shumë të mira për të shënuar. Në minutat e fundit Bernardo Silva dhe Cancelo provuan fatin, por pa sukses. Në anën tjetër Kongo vazhdonte të sulmonte me kundrasulme dhe në disa raste u duk më pranë fitore se sa Portugalia. Bakambu goditi shtyllën në një aksion që më pas u ndërprer për faull, ndërsa më vonë humbi një tjetër rast të mirë. Në fund rezultati mbeti 1-1 dhe festa ishte e gjitha e kongolezëve. Ky barazim i jep ekipit afrikan pikën e parë në historinë e tij në Kupën e Botës dhe hap plotësisht garën në grupin K. A mendoni se Portugalia mund të fitojë Kupën e Botës? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.